Kampionati i ri 2025-2026 në Ligën e Parë të Futbollit Vendor starton më 8, 9 dhe 10 gusht me ndeshjet e xhiros së parë të kampionatit, ndërsa të gjitha ekipet pjesëmarrëse në këtë kompeticion të garave tani më kanë filluar me parapërgatitje, ashtu siç i kanë mundësitë e tyre. Në mesin e ekipeve që do të garojnë në elit, është edhe skuadra debutuese, klubi i futbollit Arsimi, ekip i cili me anë të një komunikate zyrtare ka bërë të njohur aktivitetet e tij për sezonin e ri. Kështu që ekipi ka arritur marrëveshje për vazhdimin e kontratave me një pjesë të lojtarëve ekzistues, ndërsa janë ofruar edhe emra të rinj, prezantimi i të cilëve do të bëhet gjatë ditëve në vijim përmes kanaleve zyrtare. Klubi i futbollit Arsimi me përgatitje për kampionatin e ri do të fillojë më 1 korrik dhe të njëjtat do të zhvillohen në 3 faza, ndërsa faza e dytë dhe ajo kryesorja do të zhvillohet në qytetin e Ohrit, ku edhe do të zhvillohen disa ndeshje kontrolluese. Klubi i futbollit Arsimi gjithashtu ka njoftuar se ka arritur marrëveshje trepalshe mes Federatës së FFM-s dhe platformës televizive Arena Sport për transmetimin e ndeshjeve të këtij klubi.